Në thotimin e gjatë të historisë ballkanike, vetëm një popull mbeti i njohur, jo për nënshtrim, por për rezistencë të pandashme. Një popull që luftoi kundër romakëve, bizantinëve, serbëve, mesjetarë, osmanëve dhe nazistëve dhe nuk u ul kur kohë. Një analizë e vitit 2026 tregon se shqiptarët udhëhoqën 80 deri 100 kryengritje kundër perandorisë osmane, më shumë se të gjithë popujt e Ballkanit së Bashku. Krahasimi: Shqipëria 80 deri 100 betejë, grekët 25-30, bulgar 25, serb 15 deri 20, bosnjakët 10 deri në 15. Faktet historike rrëzojnë mite dhe tregojnë qartë. Shqiptarët ishin elementi më rebel perandorisë osmane. Shqipëria është një kështjell natyror, malet e larta, gryka të ngushta, fshatra të mbrojtur, e bënin vendin pothuaj të pamundur për të pushtuar plotësisht. Perandorit shpesh kontrollonin qytetet, por jo malsinë, ku shqiptarët ruanin autonominë, zakonet dhe ligjet e tyre të pashkruar. Shqiptarët kishin organizim unik: piset, bajrak, kanuni, kuvendi pleqve, kullat mbrojtëse. Këto struktura formonin një shtet brenda shtetit, duke e bërë çdo pushtues të papajisur për ta kontrolluar popullin. Kjo kulturë vetë qeverisëse shpjegon se rezistenca ishte kaq e fortë në shekuj. Nga mbretërit i lirë, si ajo e Gencit, deri te fortifikimet e Amantjes, Bylisit dhe Shkodrës, i lirët kishin një traditë të fortë rezistencë. Zbulimet e fundit arkeologjike tregojnë qytete me mure të fuqishme, akropoli, mbrojtje të sofistikuar, planifikim urban të avancuar. Zbulimi i vitit 2025 në Amantja, u gjetën mure të reja mbrojtëse, tregon nivelin e lartë të organizimit ushtarak të arborisë së lashtë. Historia njeh prek raste ku një popull i vogël rezistoi 25 vite me radhë kundër superfuqisë së kohës. Skënderbeu do vetëm bashkoi principatët shqiptare, por ngriti një ushtri, i dha botës një shembull pa prekshëm rezistencë. Fushatat e tij dhe koordinimi i princëve shqiptar provuan se rezistenca ishte pjesë e identitetit të tyre. Shqiptarët nuk u nënshtruan as gjatë 5 shekush pushtim osman. Sipas analizave historike, shqiptarët udhëhoqën revoltën më të madhe të Ballkanit, e deri në 100 kryengritje. Disa nga kryengritjet kryesore, kryengritjet e Malësisë, 1703, 1711, 1817, kryengritjet e Kosovës, 1844, 1860, kryengritja e vitit 1910, kryengritja e 1911 në Deqiq, lidhja e Prizrenit 1878, lidhja Pejt 1899. Këto nuk ishin kryengritje fetare, por lëvizje për identitet, gjuhë, tokë dhe autonomi. Një studim nga Cambridge tregon se shqiptarët, ndryshe nga fqinjet, fillimisht nuk kërkonin pavarësi të plotë, por autonomi etnike dhe ruajtjen e identitetit arboror. Megjithatë, represioni osman dhe rreziku i coptimit i shtyu drejt pavarësisë së 1912-s. Kjo do të thotë se shqiptarët nuk ishin nënshtruar, apo prisnin momentin e duhur për të shpërthyer. Sipas një analize të publikuar nga revista amerikane, Shqipëria është i vetmi vend në Europë të u çliruar nga fashizmi pa ndihmën e ushtrisë aleate, por nga lëvizjet e saj e organizuar nga forcat shqiptare. Ky është një rekord unik
në kontinent. Një raport akademik tregon se gjatë luftës së dytë botërore, shqiptarët humbën 20.000 mijës, një nga përqindjet më të larta të sakrificës në Evropë për popull në raport me madhësinë e tij. Kjo tregon për te çdo dyshimi se çmimi i lirisë u pagua me gjakun e një kombi të vogël, por të pathyeshëm. Se shqiptarët nuk u nënshtruan kurrë. Gjeografia mbrojtëse, struktura fisnore autonome, tradita e luftëtarit, identiteti etnik i hershëm arbror, unitet e përkohshme por të fuqishme, kryengritjet e vazhdueshme, lëvizjet e organizuara, sakrifica e madhe njerëzore, ideja e pavarësisë që lindi nga populli, jo nga elita. Shqiptarët nuk janë popull i madh në numër, por janë popull që mbijetoi gjithçka. Nga perandoria romake te ajo bizantine, nga pushtimet slave te ato osmane, nga fashizmi te lufta e ftohtë, dhe kur nuk u nënshtrua. Sepse për shqiptarët, liria nuk ishte luks, ishte domosdoshmëri. Dhe historia e tyre është prova.